Syri Televizion ka zbardhur detaje të reja nga dosja SPAK për Avdyla dhe Rumin e Shiaku, që së bashku me bashkëpunëtorët e tyre ishin objektivi një operacioni të zhvilluar nga SPAK, BKH dhe Policia e Shtetit në qytetin bregdetar të Durrësit. Ermir Dedja i ekzekutuar në maj të 2025-s në lagjen 18 të qytetit bregdetar të Durrësit, dyshohet se është autori vrasjes së shtetasit Edmir Bregu me pseudonimin Maloku, që njihej si rivali i Avdylëve të Shiakut, i ekzekutuar në janar të 2021-shit. Ermir Dedja dyshohet se vrasjen ka kryer në bashkëpunim me shtetasin Alfred Doka, që është shpallur në kërkim. Kjo vrasje sipas SPAK është kryer për llogari të Astrit Avdylit, teksa organizatori i vrasjes mendohet të jetë një piti, Aldo Avdyli, dhe vrasja ka ndodhur në shenjë hakmarrje për një atentat të dështuar të Edmir Bregut ndaj Aldo Avdylit. Në vrasjen e Edmir Bregut dyshohet se shtetasi Enea Kume, vëllai i deputetit të Partisë Socialiste Loer Kume, ka pasur rol ndihmues dhe për këtë është arrestuar me urdhër të SPAK. Shtetasi Edmir Bregu, 32 vjeç, ishte nga Kuksi dhe jetonte në zonën e Durrësit të Ri, teksa pas ditën e 21 janarit 2021, ai po qarkullonte me automjetin e tij tip Porsche Cayenne në lagjen numër 16 të qytetit bregdetar kur u ekzekutua me 2 plumba, një në kokë dhe një në gjoks.